Të nxjerrjeta me shpresoj që jeni mirë. Derisa unë bëhem gati dhe po e bëjmë një video së bashku, unë po ju tregoj disa fakte interesante rreth vetës time. Unë quhem Tringa Berisha edhe jam lind dhe jam rrit në Mitrovic, born and raised in Mitrovica, dhe gjithashtu kam lindur me 29 dhjetor 1999, 2 det para vitit të ri, që i bie të jem britsjap në horoskop. Shkollën e mesme e kam mbaruar në gjimnaz në drejtime natyror, ku më pas kam vazhdu studimet në biologji edhe kam vazhdu prej biologjisë në juridik, ku jam gati të i përfundu juridikun. Në shkollën e mesme në gjimnaz më ka pëlqyer shumë biologjia dhe më kanë pëlqyer shumë shkencat natyrore, edhe për këtë arsye kam vendosur fillimisht me studiu biologji. Po me kalimin e kohës ka filluar më pëlqyer edhe juridiku, edhe e kam regjistruar edhe juridikun, edhe jam tash në vitin e fundit në juridik. Prej klasës 9 deri në klasën e 11 jam marrë me aktivitete dhe me kurse të ndryshme, dikon rreth 11 kurse dhe aktivitete të ndryshme. Kam qenë në shkollë të muzikës, ku fillimisht jam kon flaut, po e kam ndrru se nuk më ka pëlqy, edhe shumë shpejt e kam ndrru prej flautës në piano, kështu që flaut nuk u majt ma shumë se 1 vjet. Përndryshe, me instrumente gjithmonë ma ka dasht, mirë po jo me këndim. Unë kam një vëlla dhe nuk kam motra. Kur kam qenë ma e vogël nuk është se kam pas qaf shumë me pas motra, po tash nuk është se nuk kisha dash me pas një motër, po fatmirësisht jam shumë e lehtë me vllahun tam, edhe i kam 3 shikataqe që i konsideroj shumë si motra. Mamin e kam profesoresh të gjuhës shqipe, kurse babin e kam inxhinier të elektrës. Nëse flas për fëmijërinë time, fëmijëria ime ka qenë mes Kosovës edhe mes Shqipërisë. Kur them mes Shqipërisë nuk e kam fjalën vetëm për pushime verore që kemi shku, po familja ime ka shkuar në Shqipëri shumë shpesh, edhe kemi shku edhe në pranverë, verë, vjeshtë, dimër, edhe kemi qëndruar atje goxha gjatë. Kam qenë gjithmonë e rrethuar me një shoqëri shumë të madhe në Shqipëri, po gjithashtu edhe me një shoqëri shumë të madhe në Kosovë. Gjithmonë kam qenë e shoqëruar me njerëz nga Tirana, Shkodra edhe nga Lezhë. Kështu që mund të them që familja ime ka qenë mes këtyre 2 vendeve, të Kosovës edhe të Shqipërisë. My best friend gjithmonë ka qenë mami, shoqja ime më e ngushtë, të themi kështu, ka qenë gjithmonë mami edhe libri. Realisht, nëse nuk kam dalë me mamin, kam shkuar në shtëpi dhe kam lexu. Nuk është se kam qenë person që jam lidh shumë me shoqëri, për shkak se gjithmonë kam qenë zhgënjur prej tyre. Po gjithmonë, sidomos në gjimnaz, e mbaj mend si sot që në shumicën e rasteve jam dalë më shumë me mamin se sa me rrethin tim shoqëror. Kështu që gjithmonë dhe me shumë krenari them që shoqja ime e ngushtë është mami. Dhurata më e mirë që dikush mundet me ma bo nuk është libri, edhe pse do e kisha dashur një dhuratë të tillë normalisht, edhe është pak e çuditshme kur e them këtë, sepse krejt njerëzit e kanë atë pritshmërinë time edhe e din dashurinë që e kam për libra, po janë çantat. Besoj që po shihen këto se këtë vendin e kam mbush me çanta edhe me libra, po unë vdes kur dikush më dhuron çantë, edhe shumë pak kom dhurata çanta. Zakonisht më dhurojnë libër, po edhe libri është një dhuratë që e du shumë, edhe që e kisha vendosur në radhën e dytë. Pse kështu është sepse me të vërtet kam shumë dëshirë që librat me i blej vetë. Është pak më pëlqen ajo koha kur i shpenzoj parat në libra. Vetë fakti që më pëlqen shumë e lexu, më pëlqen shumë edhe piktura. Pikturoj shumë, i kam ngjë mamit në pikturë, sepse dhe mami është një piktore e mrekullueshme, edhe nuk është se pikturoj më mirë se mami, ose edhe se mike, mirë po në realitet më pëlqen piktura dhe në kohën e lirë do kisha preferu një natë me pikturu se sa një natë me dalë në mbrëmje në restoran. Me qenë se po flasim për pikturën edhe për jetën edhe për ngjyrat, unë po i tregoj që ngjyra ime preferuar është ngjyra e verdhë. Fakt tjetër interesant është që unë jam e gjatë 1,77 dhe jam 68 kg. Shpeshherë dukem më e plot, shpeshherë dukem më e dobët, por zakonisht anoj tek 68 kg ose 66. Nuk di të gatuaj shumë mirë, po pastroj shumë mirë dhe jam shumë e fiksuar pas pastërtisë. Diçka tjetër që më pëlqen shumë është me vozit shumë edhe me kalu sa më shumë kohë në makinë. Njëherë, terapia ime më e mirë dhe më preferuar është vozitja. Përket modës, gjithmonë më ka pëlqyer eleganca dhe thjeshtësia. Ndoshta jo gjithmonë, sepse kur kam qenë në gjimnaz kam dëgjuar shumë rock, sepse kam qenë ndikuar pak prej shijeve të babit, sepse babi ka dëgjuar rock shumë. Po tash, sidomos kohëve të fundit, më pëlqen shumë eleganca dhe thjeshtësia. Thjeshtësinë e kam pas gjithmonë, sepse mendoj që gjërat e thjeshta janë më të bukura dhe sa më pak e ngarkuar, aq më mirë dukesh. Jo vetëm në modë, por në çdo gjë. Diçka që do doja ta ndryshoja tek vetja ime është të mos flysja shumë.
E di, është shumë interesante, nga që jam një person shumë pozitiv, nuk ndalem asnjëherë së folure. Dhe ndoshta do ta ndryshoja pak sepse kur flas shumë, ndonjëherë nga që e bëj edhe nga mirësia, kjo mirësi keq kuptohet shumë dhe këto keq kuptime nuk i dua. Pa mund të dukem shumë e butë nga natyra për shkak të mirësisë dhe respektit që ju jap njerëzve dhe keq përdoret, mirë për në realitet di të bëhem edhe ashpër, por ju mos u friksoni. Gjithashtu, një nga sportet luftarake që unë kam ushtruar është karate, por jo mos u friksoni, por kjo i bie don't mess with me. Si që dini shumica për juve, mua më pëlqen të shkruaj dhe unë sapo kam botuar librin tim të parë Një copë shpirti dhe së shpejti do të botojmë edhe libra të tjerë. Diçka që do doja shumë ta kisha e që ta arrija në jetë e që është goxha e vështirë është të dija çdo gjuhë të botës. Literalisht do ta mësoja çdo gjuhë të botës, sepse më pëlqen të mësoj gjuhë të reja. Dhe për këtë dëshirë time nuk është se rri kot. Këshilla ime kryesore që do t'ja thoja çdo njeriut është të punoni për veten e juaj dhe mos t'ju interesoj as pak se çfarë të tjerët thonë, sepse jo çdo kujt do t'ju pëlqejë shija jote, në muzikë, në art, në kulturë, në çdo gjë që ti vendos të bën, gjithmonë do të ketë dikush që do të tregojë se nuk duhet bër ose do të ketë një koment qoftë pozitiv apo negativ. Sido që të jetë, mos u ndalni kurrë duke ëndërruar dhe duke punuar për ëndrat e juaja, sepse të ëndërrosh nuk mjafton. Dhe fakti i fundit, që është jo më pak i rëndësishëm nga të gjitha faktet që unë i përmenda, jam e sapo martuar. Miqtë mi të dashur, kjo ishte video për sot. Unë u bëra gati dhe ju thash shumë gjëra interesante për mua, por nuk ja thash të gjitha. Të tjerat i lëmë në videot e radhës. Si gjithmonë, unë ju përshëndes edhe ju dua shumë. Mirupafshim!